Plakja e popullsisë po nxjerr gjithnjë më shumë dhe pa nevojën për mbështetje të moshës së tretë në Shqipëri. Një raport i Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Shqipërinë thekson se shumica e personave mbi 65 vjeç vojnë nga sëmundje të ndryshme, ndërsa 41% e tyre ka nevojë për ndihmë të vazhdueshme. Popullsia e Shqipërisë po plaket dhe kjo e vë vendin përballë sfidave të rëndësishme të kujdesit ndaj të moshuarve. Aktualisht, 20% e popullsisë është mbi 65 vjeç. Raporti i Kombeve vën pa se me rritjen e kësaj grup moshe shtohen edhe sfidat për ofrimin e shërbimeve dhe kujdesit social. Të dhënat mbi gjendjen shëndetësore të moshuarve shqiptar tregojnë se shumica e tyre vojnë nga sëmundje kronike, ku 84% kanë probleme kardiovaskulare, 76% kufizime fizike dhe 61% artrit. Ndërkohë, 1 në 5 të moshuar përballet edhe me probleme të shëndetit mendor. Në të njëjtën kohë, 68% të moshuarve me varësi të lartë nuk ndihen të sigurt në banesat e tyre. Presioni i krijuar në këtë situatë ndikon në gjendjen emocionale të tyre, duke shkaktuar ankth dhe stres, që është më i lartë tek ata që jetojnë vetëm. Sipas ekspertëve të geriatrisë, barra më e madhe e kujdesit aktualisht i bie familjes. Raporti faktorizon se për 49% të moshuarve kujdeset njëri nga bashkëshortët, ndërsa 32 deri në 45% e pjesës tjetër kujdesen fëmijët. Për një pjesë të konsiderueshme, mungesa e familjarëve mbetet një problem i përditshëm. Rreth 41% të moshuarve që kanë nevojë për ndihmë të vazhdueshme jetojnë larg fëmijëve ose të afërmve, çka e bën më të vështirë përballimin e nevojave bazë. Burrat mbështeten kryesisht te gratë për kujdes, ndërsa gratë e moshuara janë më të ekspozuara ndaj vetmisë dhe shpesh mbeten pa mbështetje. Vështirësitë ekonomike mbeten një tjetër pengesë e rëndësishme, pasi 67% të moshuarve deklarojnë se nuk mund të përballojnë një kujdes privat.